Një ditë para se me dalë publikisht, kur jam taku me juve, me doktoreshën Filide, edhe une e pata dilemen se a muj do të flas apo jo. Po bona e guximshme ka qenë shumë e vështirë, edhe sot është e vështirë, se jetojnë ana me një rreth që i paragjykom shumë, ka pas shumë pikpyetje se a muj t'ja dalë, si ka me reagu njerëzit, po përkundërzi reagimet kanë qenë shumë të mira, kanë pas përkraje, edhe sot e kam pak vështirë, veç edhe sot e kam pak vështirë, se kur të më shohin njerëz rrugë, ka që më thë dikush heroina Kosovës, ose fjallë dyta, jo kjo dhununa, po. Kam mendu se unë që kam kalu para se me ardhë në organizat të ju në përso sfida ku më kaluën, edhe jem dalë dhe kam mendu që ko edhe shumë mbjetu në tjerë që janë të kaluën për që të rrugë që ku më kaluën. Po, pas pari, lejoni e përshëndes heroinën të unë gjallë, se kjo është Vasia është forca dhe guximi unë. Unë e ku morë forcën dhe guximin, si e thash edhe më herët, për Vasisë. Për këto 26 vjetë, përfituan mbi 12.000 persona nga shërbimet tona direkte. Më shumë se 20.000 njerëz janë mbështetur nga puna jonë, dhe dokumentuan mbi 1.400 raste të historive të dhëmshme të grave dhe burrave që përjetuan dhunë seksuale në mënyrë që këto histori të mos harrohen nga vendi. Këto nuk janë vetëm numra, nuk paraqesin vetëm statistika, secili nga ky numër paraqet lot, paraqet dhimbje, por paraqet edhe jetë të ndryshuar, familje që kanë rifilluar ta marrin veten dhe kanë shpresë, e mbi gjitha njerëz që kanë mësuar sërish të jetojnë me dinjitet. Në këto 26 vjetë punë dhe angazhim, nuk po shënojmë vetëm vitet e ekzistencës sonë, po shënojmë jetra të ndryshuara, zëra të dëgjuar, e mbi gjitha edhe drejtësi të fituara. Kur nisim punën dhe veprimtarinë e Qendrës Kosovare për Rehabilitim në vitin 99, përballë kishim mijëra njerëz të thyer shpirtërisht, mentalisht e fizikisht. Kosova sapo kishte dalë nga lufta dhe kishte lënë plagë të thella në trupin dhe mendjen e gjithë secilit qytetar në Kosovë. Atë botë nuk ekzistonte një sistem i atill i cili ishte në përgjigje të gjithë këtyre plagëve të dalura nga lufta, por ishte një ekip i cili besonte që këto plagë mund të rimëkëmben dhe mund të rehabilitohen. Dhe kështu nisi misioni jonë, të shënërojmë plagët e luftës, të rindërtojmë jetë dhe të rikthejmë dinjitetin atje ku ishte përbuzur dhe shkelur. Por kur ne vendosim afate kohore për me njohë dhimbjen e të mjetuarve, kur ne e vendosim këtë afat, ne e dërgojmë mesazhin të mjetuarit se koha juaj ka mbaruar. E si mund të njihet me afat kohor dhimbja të mjetuarve dhunës seksuale në kontekst lufte? A mund t'i themi ne të mjetuarve se shërimi juaj është me orar të caktuar? Si drejtësia është me afat të caktuar? Sigurisht që jo. Kemi të bëjmë me krime lufte, ku ato nuk duhet të kenë afat të caktuar, dhe të mjetuarit kur do dhe vetëm kur do që të jenë gati, ata mund të shfalosin dhimbjen dhe të ndjen të dëgjuar dhe të njihet ajo dhimbja. Prandaj ne sot jemi mbledh së bashku me nderu zemrat që kanë